Organizata për Bashkëpunim dhe Zhvillim Ekonomik OECD ka ulur perspektivën e rritjes globale, duke paralajmëruar se dëmi ekonomik nga lufta Shtetet e Bashkuara të Amerikës-Iran mund të përkeqësohet në mënyrë dramatike nëse nuk arrihet shpejt një marrëveshje paqe e qëndrueshme. Në perspektivën ekonomike të qershorit, OECD tha se rritja globale pritet të ngadalësohet nga 3.4% në vitin 2025 në 2.8% në 2026, përpara se të rikuperohet në 3.1% në vitin 2027, nëse tronditja aktuale e çmimeve të energjisë fillon të lehtësohet deri në mesin e këtij viti. Por kjo po supozon një skenar përçarjesh të kufizuara në kohë në të cilin arrihet një marrëveshje paqeje dhe ndërprerjet aktuale në ngushticën e Hormuzit zgjidhen shpejt. Një skenar më i keq në të cilin ndërprerjet në infrastrukturën e transportit detar dhe atë energjetik do të vazhdojnë edhe deri në vitin 2027, do të shihte një rënje të ndjeshme të rritjes globale në vetëm 2.1% në vitin 2026 dhe 1.8% vitin e ardhshëm. Kjo do të çonte disa ekonomi në recesion ose afërti. Studimi OECD shqyrton se si mbyllja e ngushticës së Hormuzit së bashku me dëmtimin e infrastrukturës energjetike në të gjithë gjirin ka rritur çmimet e energjisë, kostot e plerave kimike dhe inputeve të tjera kyçe industriale. Studimi vuri në dukje se si pasojat e luftës në Iran mund të ndihen për një farë kohe edhe pasi të gjendet në ndonjë zgjidhje. Sipas OECD, një zgjidhje e qëndrueshme e konfliktit aktual jo vetëm që do të sillte lehtësim në rajon, por do të hidhte themelet për një zgjidhje të problemeve që ai ka shkaktuar në ekonominë globale. Në skenarin më të keq, inflacioni global pritet të rritet me 0.4 pikë përqindje në vitin 2026 dhe 1.3 pikë përqindje në 2027. Papunësia do të rritej dhe investimet, duke përfshirë edhe në inteligjencën artificiale që kërkon shumë energji, do të dobësoheshin ndjeshëm me rreziqe në rritje të çmimit të tregut financiar, me presione rritëse nga çmimet e larta të madrave të kompensuara pjesërisht nga kërkesa më e dobët përfundimtare, tha OECD.